Rikthehemi në studio dhe flasim për fenomenin e pastrimit të parave në Shqipëri. Po diskutonim pak për masat që ndërmerren tek ato sektorë që kanë risk më të lartë. Kam përshtypjen që këto janë të detajuara edhe tek strategjia për parandalimin e pastrimit të parave 2024-2030. Si funksionojnë këto masa? Pra sektor të shtuar do të kenë, sektor të, le të themi, më me risk do të kenë masa më dha në këtë drejtim? Strategjia është një dokument korniz. Është një dokument i cili paraqet, si thua, gjithë kuadrin e plot të masave, të institucioneve dhe të veprimtarive që merren në kuadër të pastrimit të parandalimit të pastrimit të parave. Absolutisht që strategjia njeh disa sektor, njeh si thua dhe problematikat, por edhe përparimet në këtë kuadër, njeh dhe zbrastirat ligjore, ose ato zbrastirat të cilat duhet të rregullohen në vazhdimsi, dhe pikërisht ky projekt ligj i ditëve të fundit është një nga këto masa që është parashikuar që në strategjinë e publikuar në vitin e shkuar. Absolutisht që strategjia ndjek, pra mbështetet në atë bazën risk-based, pra i mbështetur në risk, pra vlerësimet bëhen të mbështetura në risk, dhe për ta thënë në fjalë më të thjeshta është e kohë që të atashohen kapacitete në investigimin e biznesit akulloreve, për shembull, se nuk është se ka një risk që tha dhe Marku, nuk pastrohen para me ta blesh kafe €1 dhe ta shesësh 1.05. Por ama ka sektorë cilët janë më të rrezikuar. Strategjia një sektorin e ndërtimit, një sektorin e pasurive të paluajtshme, sektorët e monedhave financiare, pra pikërisht e kriptove, si sektor të cilët janë më të rrezikuar, si thua, për të patur vepra penale në kuadër të pastrimit të parave. Unë do thoja që e përmenda më parë, strategjia nuk është vetëm për institucionet publike. Strategjia në mënyrë që të jetë e suksesshme ka nevojë për një pjesëmarrje të gjerë qoftë nga profesionistët, por edhe nga biznesi. Dhe i detyron në fakt në një farë forme. Dhe po pse profesionistët nuk i përgjigjen pra këtij detyrimi për të raportuar çdo lloj transaksioni apo Kjo ka të bëjë me maturinë e tregut, në vazhdimsi. Sepse janë shumë operatorë privat, kemi që nga zyrat e këmbimeve lutor, fondet e pensionit, noterët, avokatët, zyrat e fatit, kazinot, auditorët. Kto janë statistikat të cilat maten dhe janë në analizat ose në raportet vjetore të paktën të Agjencisë të Inteligjencës Financiare janë të raportuara. Raporton absolutisht dhe prokuroria, policia e shtetit, pra një sër institucionesh të cilat, si thua, kanë përgjegjësi. Se u tempi? Kjo duhet parë dhe këtë duhet ta analizojnë pikërisht të gjithë, se si thash, kur ne shikojmë që ekonomia rritet, pra gjasat ose rreziku, si thua, është aty dhe gjasat për të patur fenomenet tilla të padëshirueshme janë më të larta, atëherë ne duhet parë se përse nuk përgjigjet publiku. Dhe ndoshta kjo është një çështje ndërgjegjësimi, ndoshta është një çështje që dhe rregullatori ose legjislatori mund të vendos detyrime të caktuara për subjektet raportuese. Një gjë të tillë, fjala vjen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka një është Foreign Corrupt Practices Act, që i detyron kompanitë të cilat pavarësisht se ku veprojnë, ka dhe atë duhet të raportojnë. Duhet të raportojnë dhe nëse nuk raportojnë, atëherë vuajnë pasoja zakonisht shumë të mëdha. Dhe si thua, shtysa për të raportuar atëherë bëhet më serioze. Absolutisht. Mark, i keni këto? Dhe pse mendon që bizneset këtu nuk e marrin seriozisht detyrimin për të raportuar? Është detyrim ligjor, është i përcaktuar. Nëse kemi një biznes edhe një punëtor atje shikon diçka që nuk shkon, qa është incentivin e tij ose asaj për të raportuar? Është ligji, okay. Por ata do mendojnë është dikush një mafia atje dhe pse të marrin me këtë. Kështu që ka një incentiv të mos raportoj, domethënë që është në sistemin kur je duke përballuar me gjërat që janë të zezë. Për mua, nëse kemi pyetje, nëse këta masat janë mjaftueshëm, duhet edhe bëjmë pyetje nga vjen këta para. Nëse është para që është, le të themi, gri, sepse dikush ka shet
molle ose diçka të tillë dhe nuk ka paguar taksat edhe ka cash që është jashtë sistemi, është ndryshe nga ata që po shesin armë ose bëjnë trafiket ose drogët edhe gjëra të tjera. Kështu që do ishte më interesant të kuptojmë nga vjen këta para, sepse nëse është çështje tatimesh ose mos raportimin për një biznes që normalisht duhet të jetë në sektorin bardh, ndoshta duhet të ndryshojmë taksat, sepse duhet të përputhim incentivet me realitetin që ata përballen. Nëse kemi njerëz që janë në sektorin gri edhe pa pastrojnë para që normalisht nuk duhet të jetë pastruar, por është një shmangje taktimesh ose shmangje birokrasi ose diçka të tillë. Këta është diçka që krejt ndryshe nga ata që po bëjnë, themi, krim të rëndë. Edhe ka një zonë atje që është ndoshta pikpyetje edhe disa kombët kanë legalizuar disa gjërat si prostitucion ose drogët ose gjërat të tjera. Edhe kanë marrë masë të ndryshme për të shmangë problemet. Nuk do të thotë që ata po thonë që këta gjërat janë pozitive. Për shembull, siç kemi ne në Amerikë, ne kemi shumë gjërat që janë të ligjshme, por nuk janë pozitiv. Por prapë ne shmangim ata jo përmes ligjin, por përmes taksat ose përmes informacionin. Kështu që ka, le të themi, 3 grupet, unë do bëj thjesht 3 grupet. Disa gjërat janë duke pastruar para që nuk duhet të jenë pastruar fare, sepse është një reagim kundër një byrokrasi ose një tatim që sistemin tatimor që nuk është i mirë, një diçka që është pikpyetje, ndoshta disa kombët reagojnë ndryshe, edhe gjërat janë të rëndë kur njerëz vdesin edhe domethënë bëjnë dëm njerëz të tjerë. Kështu që nëse ne gjejmë një mënyrë përmes ekonomia për të shmangë më paktën grupin e parë, edhe nga një herë mund të përballojmë me pjesërisht me grupin e dytë, mund të fokusojmë te grupin e tretë. Edhe grupin e tretë besoj që është i vogël, nuk janë kaq shumë njerëz atje që trafikojnë gratë ose shesin armët ose gjëra të tillë. Edhe besoj që është vërtet që kripto është një mënyrë që ata përdorin. Ka disa kombët që pranojnë kripto si një valutë. Kështu që nëse bëjnë diçka, domethënë këqija në Kanada ose në Argentinë, edhe pastrojnë përmes domethënë kripto edhe shkon në lindjen mesme, edhe pastaj vjen këtu. Ne jemi në radhë e pastrimes, por jemi nuk është përgjegjësia jonë, është përgjegjësia ata që ishin në linjën e zinxhirit, për ishin domethënë më parë neve. Kështu që ka edhe disa element ku duhet të shikojmë kush ka përgjegjësi për këta pastrim parash. Ndoshta del këtu në Shqipëri nganjëherë, por fillimin edhe përgjegjësia është më herët në zinxhirin. Qartë. Dhe a kemi të dhëna nga vinë këto fonde që pastrohen në Shqipëri, pra janë të huaja nga vende të tjera, dhe ta bëjmë dhe pak diferencën midis pastrimit të parave dhe mashtrimeve financiare që ndodhin nga bizneset vendase duke mos deklaruar për shembull të vëshën apo forma të tjera, tatime të tjera, janë dy gjëra ndryshme besoj. Absolutisht, në konceptin e kodit penal janë dy gjëra të ndryshme, por ama janë konsekuente her pas here, domethënë nëse ti krye një mashtrim dhe ato para që i ke marrë nëpërmjet mashtrimit ose shkeljes së ligjit. Nuk i ke formalizuar? Jo, nëse ato tenton të formalizohesh, pra ti... Duhet pastrim para. Absolutisht. Pra janë të lidhura me njëra tjetrën. Po, pastrimi i parave është një konsekuencë i krimeve të tjera. Domethënë është në pjesën më të madhe të rasteve ose në konceptin bazë të tij, pastrimi i parave është një konsekuencë e krimeve të tjera. Pra gjithmonë kemi një aktivitet të jashtëligjshëm. Ose që nuk deklaron sa ç'duhet, sa fiton, sa qarkullon. Po, ajo është në rastin kur ne kemi evazion fiskal, bëjmë evazion fiskal, që është, edhe kjo është një shkelje tjetër penale, dhe në momentin që ato të ardhurat që i kemi gjeneruar nëpërmjet evazionit fiskal, ne tentojmë t'i vendosim, t'i përdorim për një investim të radhës, ose t'i njohim si të ardhura duke i bashkuar me të ardhurat të tjera të ligjshme, atëherë ky është pastrimi i parave në konceptin ligjor. Nga vinë fondet, domethënë, besoj që ka 2 lloje segmentesh, ato që ndodhin brenda Shqipërisë dhe ato që vijnë nga jashtë. Ka ndonjë urgjinë të identifikuar? Unë do thoja që
koncepti i pastrimit të parave i shen në mënyrë të pavarur këto raste. Nuk është e rëndësishme se ku gjenerohen të ardhurat, e rëndësishme është që të ndalohet si thua pastrimi i tyre. Që ky na dëmton. Do më thënë, absolutisht që na dëmton edhe veprimtaria e gjenerimit të këtyre të ardhurave, trafikimi i drograve, qenie njerëzore, armatimit, evazioni fiskal, absolutisht që shkakton dëmin e tij, por kur flasim për pastrim parash, merremi më shumë me përdorimin final të tyre, pra si thua një tregtar armësh fut para në sistem nëpërmjet tregtisë së armëve të jashtëligjshme, i fut në sistem dhe të del si një biznesmen, fjala vjen ndërtimi ose një investitor në fushën e turizmit. Dhe ky është një problem pasi duke futur në sistem para të cilat gjenerohen nga një aktivitet i jashtëligjshëm, ti shkatron çfarëdo lloj vlere që ka ai mjedis. Shkatron konkurrencën. Pasi nuk funksionojnë më parimet e biznesit, që të gjenerosh të ardhura, të bësh investime, të rritesh, të ashtu. Nuk funksionon më, pasi dikush tjetër, pra ai që kryen pastrimin e parave, ka shkelur si thua parimin bazë të gjenerimit të ardhura, pasi ai gjeneron nëpërmjet një aktiviteti të jashtëligjshëm. Dhe kjo është shkatrimtare për sistemin e biznesit dhe sidomos për bizneset e ndershme. Është shkatrimtare jo vetëm për investitorët, është shkatrimtare edhe për të gjithë ata që angazhohen me biznesin, profesionistët, një biznes që gjeneron të ardhura nga një aktivitet kriminal dhe i fut ato në një investim tjetër të pastër, në thonjza, ai nuk ka nevojë që të marrë profesionist të mirë. Që duhen në fundit, se nuk do konkurroj pra me vlera. E ka të fituar terren. Kështu që është shkatrimtare një proces i tillë. Si që e përmëndi dhe Marku më parë, normalisht ka grupime të ndryshme këtu, dhe që duhen trajtuar, ka sektor të cilat janë më dëmtuese të tjerët, absolutisht ne gjithmonë e lidhim atë pastrime parave me rrezikun nga remitancat, ose si thuash, shpeshherë tentojmë që themi që shiko se ka para që shqiptarët i kanë fituar jashtë vendit dhe absolutisht që remitancat luajnë një rol shumë të rëndësishëm në ekonominë shqiptare. Por ama duhet jemi të vetëdijshëm se dhe shumë shqiptarë nuk i fitojnë këto para në mënyrë të ligjshme dhe kur i fitojnë këto para në mënyrë të paligjshme dhe i fusin në Shqipëri, atëherë i shkaktojnë më shumë dëm Shqipërisë se sa i sjellin benefite asaj. Në rastet e ndara nga Agjencia e Inteligjencës Financiare për vitin 2024, ka një shpërndarje të rasteve të fondeve që vinë nga jashtë, ose që janë të gjeneruara këtu në Shqipëri, në ato rastet e ish zyrtarëve të lartë, të cilët në një moment të caktuar pasi kanë ikur nga detyra, dalin dhe blejnë prona me shuma të cilat nuk justifikohen me të ardhurat të tyre të ligjshme. Pra, me shumë gjasa, ato para janë gjeneruar nëpërmjet korrupsionit, pa dashur të paragjykoj, por që të thash, neve do të merremi me efektin që ato shkaktojnë, pastaj teknikalitetet se si kryen agjencitë e zbatimit të ligjit kanë për detyrë që të jetojnë absolutisht. Dakord, përmirësimi i legjislacionit, qoftë ky i fundit, qoftë strategjia që synon të përputhet me standardet e FATF-s apo me direktivat e Bashkimit Evropian. Në fakt, a përmirëson imazhin e Shqipërisë në klimën ndërkombëtare dhe arrisin interesin e investitorëve për të investuar, kur flasim për një lloj garancie që vjen nga Bashkimi Evropian, nga FATF-ja, a e ndryshon kjo perceptimin e investitorëve, si e shikon në syrin e një sipërmarrësi, por sipërmarrës që vjen nga jashtë, pra, që edhe këta është lidhur me turizëm edhe me, domethënë, përvoja pozitive që të huajt janë duke provuar këtu. Që janë duke investuar. Po, domethënë, këta është një hap në shkallë. Nëse vjen këtu edhe shikon restorantet që janë normal në Amerikë, do thotë që, okay, këta restorant është diçka që tregon që ka stabilitet këtu. Nëse ke dëgjuar që Shqipëria është në rrugë për BE, një Amerikan ndoshta nuk ka shumë interes për BE, por prapse është një shenjë pozitiv. Dhe besoj që këta hap është diçka pozitive, është diçka që duhet bërë, por në fakt
ligji vetë nuk do të ndaloj këta pastrimi parash, as veprimi kriminal që gjeneroj, para që është duke A ndjen më të mbrojtur investitorët? Pra, e dim që po shkojmë në një vend ku ka një ligj, kur sipas standardeve të duhura, sipas direktivave të Bashkimit Evropian. Ata dim që me fjalë jemi në rregull, nuk e di me veprim. Po po më paktë me fjalë jemi okay. Së paku, do të thënë hallka e parë, do t'i nxjisë ata që të investojnë në Shqipëri? Pra, e bën më ndryshe. Gjithmonë është një investitor do investoj kudo në botë, që ka më shumë të ardhur ose është në përputhje me valutët të tyre. Nëse Shqipëri nuk ka këta, ndoshta është një flamur i kuq për një investitor. Pra nuk vjen fare. Nuk vjen fare. Nuk do thotë që dikush do vi edhe do investojë, por më paktën do merr në konsiderat Shqipëria. Unë ishi duke folur me një Amerikanë dhe ata ishin duke menduar për të investuar në Serbi. Edhe thash, okej, mund të investosh atje. Por është më mirë në Shqipëri. Të rregoj i madh. Janë në një sektor që ndoshta nuk takon Shqipëri, por e thash që ata kanë probleme që tani janë me seksionet dhe janë duke pastruar naftë për Rusia. Kështu që është diçka që ndoshta është një flamur i kuq dhe ata nuk do të shkojnë fare në Ballkan, por nëse ne kemi këta kuq, flamur të kuqe, është një pengesë që njerëz nuk do vinë fare. Por besoj që këta është një hap që duhet bërë, është një hap normale, ndoshta do ketë edhe hap të tjera që janë të ngjashëm me këta, por në fundit është veprim edhe duhet të gjejmë ata aktet kriminal që janë në fillim të zinxhirit për të ndaluar pastrimin në fund, nëse si që po bën presidenti Trump, ai po merr masat kundër ata që po trafikojnë drogët kundër Amerikës, edhe ai ka përpamje që këta njerëz që po trafikojnë drogët me anije nga jugu të Amerikës në Amerikë janë duke tentuar të vrasë qytetarët tonë. Kështu që ai ka sumuar ata dhe ka shpërthyer disa vargë të vogla. Por ta është diçka që ndoshta ishte në fillim të zinxhirit, kështu që ata para që mund të kishte qenë pastruar, mund të kishte kaluar në kripto, mund të kishte bën mix me rrjetin financiar ndërkombëtar, nuk është më, sepse është në fundi i detit. Por në fundit ne duhet të kuptojmë nga vjen këta para edhe duhet të marrim masat kundër ata që po bëjnë krimin i parë, ose duhet të ndryshojmë sistemin. Nëse kemi disa njerëz që janë normal edhe kanë para që ndoshta janë duke pastruar, por janë njerëz normal, duhet të rishikojmë aktivitetet e tyre dhe të mos bëjmë incentivet për njerëz normal të bashkojnë me kriminaliteti për shkak të birokrasi ose taksët ose të ketë iniciativa të ndara. Një pyetje do t'ja bëj dhe juve. Pra ju ofroni shërbime konsulence për investitorë të huaj, le të themi i krijoni një hartë se sa rrezik ka një investim apo jo dhe i keni perceptimin e tyre. Me këtë lloj legjislacioni, strategjie, dalja nga lista gri e FATF-s, por edhe le të themi ligjet që bëhen sipas standardeve të tyre, fakti që jemi një vend që tentojmë të integrojmë Bashkimin Evropian, ai ka ndryshuar perceptimin e tyre për Shqipërinë dhe i ka bërë më të hapur për të investuar, më të gatshëm për të investuar? Pyetja që bëhet është pikërisht pyetja që bën çdo investitor që vjen në Shqipëri. Unë punoj në këtë sektor, kam punuar me pjesë domethënëse të investitorëve të huaj që janë interesuar për Shqipërinë, po jo vetëm edhe Ballkanin. Dhe këto janë pyetjet që ata bëjnë. Dhe në këtë moment është çdo konsulent, çdo profesionist është i pavarur është i pavarur dhe ka atë profesionalizmin dhe aftësinë e vet që të justifikojë raporte dhe vlerësime të ndryshme në mënyrë që t'i japi një vlerë të shtuar atë investitori dhe t'i thotë që po, ky është një vend që ti mund të investosh, ose jo, ky është një vend që ti hasesh me këto rreziqe. Dhe në fund fare, kur unë si konsulent i paraqes disa element në sektorë të ndryshëm kur ata duan të investojnë, në ato moment investitori thotë, ok, unë kam më shumë rreziqe se sa benefite, ose
rreziqet i tejkalojnë benefitet, kështu që unë tërhiqem dhe nuk investoj. Për fat të keq ka pasur shumë raste të tilla. Pse? Pasi, si thash, nuk është vetëm kuadri ligjor ai që e bën një investitor që të vijë në Shqipëri. Që të jep sigurinë maksimale. Siguri është kur kuadri ligjor funksionon, kur sistemi është i besueshëm, ku mjedisi i biznesit është i hapur për një kompeticion, pra një konkurrencë të ndershme, nëse këto element, pra këto janë disa për elementëve kryesor, por nëse këto element nuk funksionojnë, pavarësisht se kuadri ligjor mund të jetë i plotësuar, i perfekt, por nëse këto element nuk funksionojnë në realitet, atëherë investitori tërhiqet. Sidomos investitorët serioz dhe investitorët që absolutisht duan që të gjenerojnë, të fitojnë nga hyrja në një treg, por ama janë dhe të ndërgjegjshëm për rreziqet dhe duan të veprojnë me integritet. Dhe sa funksionojnë këto masa në terren, sa zbatohen në realitet dhe nëse jo, a është kjo për shkak të mungesës kapaciteteve, stafi, teknologjive? Se legjislacioni është. Unë do të thoja që është shumë e vështirë për të kthyer një përgjigje të thjeshtë për këtë pyetje. Se sa funksionon ligji në Shqipëri, ose se sa ti je i sigurt që ligji do funksionojë, kjo është një çështje që ha debat. S'kemi pra një sistem që mund të masi rezultatet. Po, të gjitha ato statistika që shfaqen çdo vit, unë ju thash, që ka rënë numri i raportimeve, që mua më duket si një çalim tani, pasi normalisht i pritet përderisa ka më shumë biznes, pritet që të ketë më shumë raportime, pasi ne mund të flasim me statistika të tilla, por ama ajo se që është rëndësishme dhe besoj edhe Marku ma pranon këtë gjë që kur një investitor vjen në një vend, ka të ndjesinë e sigurisë. Nëse nuk e ka të ndjesinë e sigurisë, jepi statistika sa të duash. Nuk i beson ato. Nuk ka për të ardhur. Kështu që unë mendoj që duhet shumë punë për t'i afruar investitorët serioz. Për fat të mirë, Shqipëria duhet ja njohim që ka bërë përparime, domethënë mjedisi aktualisht është ndoshta më i hapur për investitorët, por ama kemi akoma shumë për të bërë. Ku duhet ndërhyjm që ta përmbyll me ju bisedën se jemi në fund të emisionit. Pra, te kjo kemi shumë punë për të bërë. Në cilat pika? Po, unë do thoja strategjia kombëtare për parandalimin e pastrimit të parave ka njohur shumë element të cilët i njeh si problematika, nëse vazhdojmë duke i korrigjuar ato. Por ama jo vetëm, nuk është vetëm parandalimi i pastrimit të parave problemi. Problemi është funksionimi i sistemit të taksave, qëndrueshmëria ligjore, forcimi i konkurrencës, mos favorizimi i elementëve të ndryshëm të cilët e cënojnë parimet e konkurrencës. Kështu që janë një sër faktorësh. Po në kuadër të pastrimit të parave, ato element që janë përfshirë në strategji, duke filluar dhe që nga kapacitimi, shpërndarja më e shpejtë e informacionit, integrimi më i mirë i institucionet të sigurisë. Ne kemi një problem shumë të madh që kemi gjeneruar nga komunizmi. Sistemit e sigurisë janë fraksionalizuar në mënyrë për të shmangur, si thua, kontrollin e vetëm ose mbifuqizimin e institucioneve të ndryshme. Por në praktikën moderne, në praktikën më të mirë ndërkombëtare, është integrimi ose qasja integruar në menaxhimin e problemeve të sigurisë. Unë nuk e di nëse ndoshta në të ardhmen Shqipëria do shkojë deri te integrimit të institucioneve të sigurisë, në mënyrë që edhe ta thjeshtëzoj punën e institucioneve të sigurisë, por edhe të ketë mundësi që të investojë në burime njerëzore, por që ka shumë elemente të cilët mund të bëhen dhe institucionet rizbatuese njohin shumë mirë pasi kanë shkruar në strategjinë që e kanë hartuar vetë. Qartë, Mark, çfarë duhet bëjmë më shumë me një përkufizim total për të bërë dhe një vend atraktiv? Kemi potencial për të zhvilluar, potencial për investime, që të mund të minimizojmë këtë lloj mungese sigurie. Çfarë duhet bëjmë më shumë? Meqense jemi duke folur për fundin e zinxhirit, kur del këta para në pastrimin, duhet të fokusohemi te ata sektorët që janë në red flag, të janë të prekshme ose janë në rrezik, se ka shumë njerëz që punojnë në bankat që janë mirë. Por prapse
një rol të bankës është AML, anti-money laundering, edhe për të njohur klientin, domethënë know your customer, edhe know your client. Unë besoj që me bankët jemi shumë mbikëqyrë, domethënë kemi rregullt edhe të vendit edhe ndërkombëtar. Për pasuri patundshme akoma është përmendur si një sektor që është ose mund të jetë i prekur, edhe nga pikpamjen time nuk përputhet statistikët me ofertë dhe kërkesë. Unë besoj që pastrimi i paras lulëzon në errësirë. Nëse kemi më shumë transparencë, për shembull një kadastër që është online, dhe mund të shikojmë çfarë po ndodh. Nëse do shkosh në Zillow, për shembull, në Amerikë, mund të shikosh shtëpinë time në Ohio, edhe mund të shikosh sa është vlera, sipas tyre, sa kam shit, sa është vlerë, sa është shitur, sa kam paguar në taks, edhe kur gjërat nuk përputhen, duket më shumë. Nëse ne kemi kërkesë nga brezi i ri të shqiptarëve për shtëpinë, edhe kemi mirë të shtëpitë që janë bosh, edhe nuk ullet çmimi, do thotë që diçka po mban këta çmim atje ku është, edhe pronari nuk ka incentiv për të shitur. Pse një pronar nuk ka incentiv as për të shit, as për të jep me qira një apartament, është vetëm që ka parkuar para atje. Mund të jetë para që është fituar nga diçka pozitive, por prapse nëse pastrim parash lulëzon në errësirë, nëse nuk dim ku janë këta, ndoshta ata do vazhdojnë të parkojnë parat e tyre, nëse kanë një incentiv tjetër, edhe incentiv nuk duhet të jetë gjithmonë tatimet, sepse kam dëgjuar që do bëjmë një tatim për ata që kanë 2 apartament, ose 3 ose 4 apartament. Do thotë që ata që kanë 4 do të gjejnë një mik edhe do jep një mik një apartament edhe do fshihet pronari vërtet ose real. Kështu që ideja nuk është gjithmonë për të zgjidhur problemin me shkop. Duhet të kemi edhe karot, duhet të kemi edhe informacion për ata që ndoshta janë në sektor që është i prekur, ose mund të jetë i prekur, por që jep edhe diçka pozitiv për ata. Unë besoj që duhet të kemi një kadastër online, duhet të kishim një kadastër online, është diçka që ishte për të folur nga Banka Botërore shumë përpara, por akoma nuk është bërë, është diçka që mund të bëhet, besoj, brenda një muaji tani, por do bëhet dikur, ose nga qeveria, ose nga sektori privat. Por do bëhet edhe besoj që është kohë për të bërë. Falenderoj shumë për prezencën në studio. Faleminderit për ftesën. Edhe pse kjo është një temë që ndoshta do disa emisione, për sot falenderoj shumë dhe ndoshta do kemi mundësi të ezaurojmë. Faleminderit Elizabeta. Të nderuar shikues, ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe bashkë shihemi të hënën e ardhshme në orën 20. Natën e mirë.